me këtë seancë u cënua rendi kushtetues i Kosovës. Nga partia më e madhe, me instruksione nga deputeti Albin Kurti dhe me udhëheqje nga Dehari, u cënua qëllimshëm rendi kushtetues. Ne para disa ditësh e pam që patëm një vendim të gjykatës kushtetuese në të cilën u sqarua aspekti juridik i funksionimit të kuvendit dhe obligimet ligjore kushtetuese që dalin për secilin deputet e posaçërisht për udhëheqësin e këtij kuvendi. Ai është rastësisht një udhëheqës, se është më i vjetri, por ai po cënon rënd Kushtetutën e Kosovës, duke mos e respektuar rendin e ditës i cili është aprovuar nga kryesia dhe përfaqësuesit politik të këtij kuvendi. Ne të gjitha i kemi të qarta, por nuk lejojmë që rendi kushtetues dhe demokracia e Kosovës e ndërtuar me shumë mund nga të gjithë qytetarët, nga të gjithë ne, të cënohet nga një grup politik të cilët janë të papërgjegjshëm, të cilët nuk respektojnë as aspektin elementar të Kushtetutës Kosovës dhe madje së fundmi as këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Me këtë shprehim indinjatën tonë të thellë, shqetësimin tonë të thellë se në çfarë situate ka ardhur kuvendi, institucioni më i lartë legjislativ i Kosovës. Por kjo përgjegjësia e sqaron përgjegjësinë e partisë politike që e ka fituar një shumicë relative e që nuk është shumica e nevojshme për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit. Me këtë rast, i kërkojmë sërish reflektim vetëvendosjes që të procedoj me rendin e aprovuar në kryesinë e kuvendit dhe rendin e konstituimit të kuvendit Kosovës, e cila dallon për nga forma edhe nga seancat e tjera. Ne si parti politike do të sillemi ashtu siç sillen partitë të cilat e dëshirojnë një vend demokratik me rend kushtetues të qartë dhe duke i respektuar në përpikëri rekomandimet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, e cila është i vetmi institucion i cili ka të drejtë të interpretimit të gjykatës. Po. Secili institucion në këtë rast edhe presidenca ka përgjegjësitë e veta për të gjetur dhe për të marrë veprime politike që do t'i kontribuanin për mbushjes së rekomandimeve që ka dhënë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, por përtej kësaj, përtej interpretimeve ligjore, ne jemi subjekte politike, por edhe ajo është pozicion i cili duhet të marrë rol në sigurimin e funksionalitetit të shtetit tonë. Andaj i bëjmë thirrje nga këtu që edhe ajo të merr hapat e nevojshme që të kontribuojë dhe të ndihmojë madje partisë së parë që ta shetë të nevojshme gjetjen e konsensusit dhe gjetjen e kompromiseve të nevojshme për ta lejuar mbajtjen ligjore dhe kushtetuese të seancave për konstituimin e kuvendit. Partitë politike i sqarojnë pozicionet e tyra politike, garojnë në zgjedhje me program të qartë dhe me qëndrime. Ne jemi komplet konsistent në qëndrimet tona. Nuk kemi shprehur interesim që të qeverisim ose të bashkëqeverisim me vetëvendosjen për arsyet që i kemi dhënë tash e disa herë, edhe për shkak të përgjegjësisë dhe faktikisht pa përgjegjësisë së qeverisjes në 4 vitet e fundit, po posaçërisht për shkak të diskursit të kësaj partie dhe liderit të saj, të përdorur edhe gjatë fushatës, po edhe pas saj. Kjo tregon që edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese është sqaruar se partia e parë në zgjedhje i takon që të gjejë mënyrat e bashkëpunimit me të gjitha partitë e tjera që i shes si partnere. Ne si parti e kemi të drejtën e botës që t'i dhëmë qëndrimet tona dhe këto qëndrime i kemi bërë të qartë që ne nuk do ta votojmë një kandidat nga vetëvendosja dhe nuk jemi të interesuar të qeverisim me ta. Qëndrimet tona janë të qarta, konsistente dhe në bazë të fuqisë tonë politike do t'i dhëm me votën tonë, me të drejtën e votës tonë në kuvend në mënyrë të hapur. Jemi transparent, i kemi bërë qëndrimet tona publike dhe do t'i respektojmë dhe do t'i reflektojmë edhe në votë.
kush nuk po din me bo politik, është vetëvendosja. Janë duke tregu që mënyrën e funksionimit e kanë të një analfabetizmi politik. Nuk i din parimet bazike të demokracisë. Se në politik duesh me bo kompromise, me qeni gatshëm, me bashkëpunu, me dialogu, me deliberate, me dialogu për aq gjatë sa deri sa të dalësh në rezultate, këto ABC duhet mi marë vetëvendosje, sepse ata nuk po i kanë, ata nuk po e gjejnë as fuqin dhe as nuk e kanë dijen. Ignoranca e tyre është parë edhe në takimin e djeshëm, kështu që ne vërtet jemi fatkeq që jemi momentalisht në këtë situatë ku këta kanë një shumicë kaq të madhe, por janë edhe duke tregu që janë blokues të vërtet. Po. Ne bëm një veprim simbolik për të shprehur indignatën tonë që seanca nuk po vazhdon dhe nuk po zhvillohet në bazë të rendit të aprovuar më herët. Kështu që kjo është gatishmëria jonë si deputet, po dhe si parti politike për t'i kontribuar zhbllokimit, është e reflektuar edhe në takimet, ne shkuam takimin e thirrur nga kryetari i vetëvendosjes dhe kjo është një tendencë e jona për të qëndruar në sallë për aq gjatë sa të bëhet konstituimi. Dhe besoj që kjo është e qartë edhe për qytetarët. Faleminderit. Votimi në seancë konstituive duhet të jetë në harmoni me pikat e rendit të ditës të cilat janë të aprovuara nga përfaqësuesit politik dhe ish kryetari i kuvendit të asaj kohe. Ai është rendi ditë të zyrtar të cilës i referohet gjykata kushtetuese. Ne si LDK kemi votuar 7 herë për kryetaren e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Kemi votuar kundër sepse ai është qëndrimi jonë, por ne nuk marrim pjesë në një votim të një komisioni të cilin decidivisht gjykata kushtetuese e thot që është jo kushtetues duke mos qenë pjesë e rendit të ditës. Leximet juridike të vendimeve i bëhen ndryshe nga lëvizja vetëvendosje vetëm për shkak të pozicioneve politike. Ajo është reflektuar edhe dje në takim, kur deputeti ose përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka propozuar që të bëhen kompromise për votim të këtij komisioni me qëllim që të zhbllokohet situata për një komision i cili është antikushtetues. Ne nuk bëjmë kompromise për propozimet të cilat janë antikushtetuese. E tash, situata, përgjegjësia për të dalë nga kjo situatë ka shumë opsione, por duhet t'jesh kreativ, duhet ta njohësh politikën, t'i njohësh vendet demokratike se si funksionojnë dhe të dalësh përtej petkut tënd partijak dhe të gjesh partner. Po për partneritet duhet mendosh edhe shumë herët. E tash është problemi i tyre që s'kanë menduar, edhe tash kemi ardhur në këtë ngërç. Është por përgjegjësia i takon vetëvendosjes që ta gjejnë partnerin, të gjejnë fuqinë, të gjejnë metodat, mënyrat, por jo kontrabandimin e deputetëve. Për këtë ne insistojmë që në votimi të jetë transparent, ne s'kemi çka për të fshehur, ne i kemi votuesit tonë të cilëve ju japim llogari për vendimet tona dhe i kemi qëndrimet politike për të cilat jemi këtu të thirrur. Interpretimet, ka vetëm një interpretim. Gjykata kushtetuese është i vetmi institucion i cili ka të drejtën në këtë vend të bëj interpretimin e kushtetutës. Dhe atë, veç dikush që nuk i din shkronja, nuk din me lexu. Leximi është i thjeshtë dhe kur nuk dëshiron që ti ta përballesh me të vërtetën, kur e vërteta është shumë larg nga ajo që ti ke proklamuar tek elektorati jot, ti tenton që ta keq interpretosh atë. Ai problem është i zotit Kurti edhe i vetëvendosjes. Na nuk e kemi. Domethënë interpretimi edhe vendimi është tepër i qartë, kush din shqip e kush din me lexu nenet, edhe kushtetuta dhe me këtë plotësim është tepër i qartë edhe ne do të sillemi krejt në harmoni duke respektuar në përpikni këtë vendim. Faleminderit shumë.